Territori shqiptar për datën 6 dhjetor 2025 do të jetë në ndikimin e masave ajrore të lagështa, duke sjellë mot me vranësira dhe rreshje të dobëta shiu në shumë zona të vendit. Paraditja do të sjellë vranësira të dendura në veri dhe qendër, ndërsa pasditja pritet të sjellë intervale rreshjesh të dobëta kryesisht në Bregdet dhe jug. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 4 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale të arrijë deri në 16 gradë Celsius në zonat e ulta dhe bregdetare. Gjatë ditës priten rreth 2 deri në 3 orë diell në zonat ku rreshjet janë më të pakta. Era do të fryjë nga drejtimi jug-perëndimor me shpejtësi 3 deri në 5 metra për sekond, ndërsa për gjatë vijës bregdetare mund të arrijë deri në 6 metra për sekond. Deti do të ketë dallgëzim të ulët rreth 1 deri në 2 ball. Indeksi ultraviolet për Tiranën më 6 dhjetor 2025 pritet të jetë i ulët rreth 1. Sipas burimeve astronomike, lindja e diellit në Tiranë më 6 dhjetor do të jetë në orën 6:45, ndërsa perëndimi në orën 16:18 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë. Shkodër 10 deri në 15 gradë Celsius. Kukës 5 deri në 9 gradë Celsius. Peshkopi 7 deri në 9 gradë Celsius. Tiranë 11 deri në 15 gradë Celsius. Durrës 12 deri në 16 gradë Celsius. Kavaj 10 deri në 14 gradë Celsius. Elbasan 11 deri në 15 gradë Celsius. Berat 10 deri në 14 gradë Celsius. Korç 4 deri në 8 gradë Celsius. Vlorë 11 deri në 15 gradë Celsius. Gjirokastër 8 deri në 12 gradë Celsius. Sarandë 12 deri në 16 gradë Celsius.